Në ambientet e qendrës së trajtimit psikosocial u zhvillua një event bamirësie bëu edhe ti dora e guximshme, që kishte për qëllim mbështetjen e fëmijëve dhe familjeve në nevojë. Aktiviteti u organizua në kujdesin e deputetes zonjës Etleva Budini, zonjës Blerta Kasalla, zotit Kreshnik Zdrava dhe drejtores ekzekutive të qendrës PTC, zonjës Fabiola Elezaj. Një nga momentet më të veçanta të ditës ishte sfilata e fëmijëve me veshje tradicionale shqiptare, të shoqëruar nga terapistët e qendrës, drejtoresha zonja Elezaj dhe zonja Budini, duke përcjellë mesazhe të forta për përfshirjen, dashurinë dhe mbështetjen ndaj çdo fëmie. Në ditën e sotme, dua të falenderoj pafund të gjithë prindit që më kanë besuar në këto 3 vite punë, së bashku me stafin tim të mrekullueshëm. Bëj një punë që çdo ditë kërkon jo vetëm durim, por kërkon shumë dashuri. Dhe patjetër që ekipi im e ka. Në 3 vite, ne kemi arritur të shtojmë numrin e shërbimeve dhe kemi arritur dhe të shtojmë pjesëtar të rinj të stafit. E kemi nisur me 45 shërbime dhe sot jemi 105 shërbime. E kemi nisur me 3 punonjës dhe sot jemi 8 punonjës që punojmë 12 orë. Dhe prandaj dua t'ju them edhe një herë faleminderit nga zemra për gjithë besimin. Janë këto fëmijët, janë kujtesa më e pastër për mua si deputete, por për gjithë ne, për gjithë shoqërinë duhet jetë, që s'duhet harrojmë asnjëherë që duhet kujdesemi pikërisht për këta fëmijë të veçantë, fëmijë të brishtë dhe që kanë nevojë për mbështetjen tonë. Kam marrë një iniciativë duke u nisur nga grupi parlamentar, duke ia thënë direkt kryeministrit, dhe është fjala për të rritur pagesën e kujdestarit social. Pra, në përgjithësi, për fëmijët me nevojat veçanta, është kujdestar prindi, njëri nga prindit. Por në fakt, mbasi i bën një analizë, kanë vendosur dhe janë duke punuar dhe shumë shpejt do dalin si VKM, dyfishohet, këtë e ka thënë dhe kryeministri në një nga intervistat e tij, dyfishohet pagesa e fëmijëve të spektrit autik dhe të sindromës Down për moshën nga 0 deri në 18 vjeç. Ky event u realizua fal bashkëpunimit të bizneseve dhe partnerëve që ju bashkuan nismës së qendrës PTC, duke dëshmuar dashurinë dhe mbështetjen ndaj çdo fëmie dhe familje. Në aktivitet morën pjesë prindër, fëmijë, donatorë dhe qytetarë të shumtë, të cilët kontribuan me donacione simbolike. Të ardhurat e mbledhura do të shërbejnë për sigurimin e mjeteve psikodidaktike dhe ofrimin e orëve terapike për fëmijët dhe familjet që kanë më shumë nevojë për mbështetje. Veprimtaria shënoi një ditë solidariteti në qendrën PTC që u mbyll me mesazhin: të gjithë mund të bëhemi një dorë e fortë mbështetëse për këto familje.